Misioni i Shqipërisë pranë Bashkimit Evropian ka një seli të re në Bruksel, që u inaugurua të dielën në mbrëmje nga kryeministri Edi Rama dhe komisionerja për zgjerimin Marta Kos. Me të gjithë mbështetjen që Kos ka dhënë për procesin teknik të antarësimit të vendit tonë, ajo e pranon se ndjehet si një diplomate shqiptare, që do më të mirën për Shqipërinë. E ndjej veten si ambasadoren e 4 të Shqipërisë këtu në Bruksel. Nuk ka asnjë proces antarësimi pa një udhëheqje të përkushtuar. Ju keni një udhëheqës i cili sheh nga e ardhmja. Ky është një nga dallimet më të mëdha midis Shqipërisë dhe disa shteteve të tjera nga Ballkani Perëndimor. Kjo është shtëpia juaj e re. Detyra ime është t'ju sjell ju Shqipërinë në shtëpi, në Europë. Vet Rama, veç falënderimeve për fjalët që komisionerja tha në adresë të tij, thekson ndryshimin e qasjes së Brukselit këto vitet e fundit. Dikur kur vinim binte shije bënte ftohtë jashtë dhe binte shije bënte ftohtë brenda. Tashmë është ndryshe. Çfarë do të ketë jashtë, brenda bën ngrohtë dhe është plot energji pozitive, fytyra pozitive dhe buzëqeshje të këndshme. Nuk kemi mësuar me këtë, Marta. Ndaj është e jashtëzakonshme më në fund të përjetosh këtë gjë, që është e vazhdueshme gjatë gjithë vitit dhe po bëhet e përhershme. Dua t'ju falenderoj sinqerisht të gjithëve që jeni këtu dhe të falenderoj sinqerisht e me gjithë zemër për punën secilin prej jush.